I nderuar dren, pyetje tash që janë pak më serioze. A hyn në këtë martesë me vullnet të pa hezitim? Po, tha, po. Dhe ju e nderuar Dea, a hyni në këtë martesë me vullnet të plot dhe pa hezitim? Po. Kjo ke shumë marrë. Atëre tani edhe dëshmitarët anda lutem del nga ana e nusës edhe ben mrapa drenit. Mirë shumë. Atëre pyetje për ju dëshmitarë të nderuar, a dinin për ndonjë pengesë ligjore që mund të parandaloj lidhjen e kësaj martese? Ben? Jo. Anda, a din ndaj sen që mundet me parandalu lidhjen e kësaj martese? Jo. Mirë shumë, atëherë ndërsa jemi mbledhur sot këtu, le të kujtojmë edhe rëndësinë e martesës në shoqërinë tonë. Sipas ligjeve të Republikës së Kosovës, martesa është një partneritet I barabartë mes bashkëshortëve. Të dy kanë të drejta dhe përgjegjësi të barabarta në lidhje me pasurinë dhe pronën e cila është krijuar gjatë martesës, dhe martesa është një lidhje e ndërtuar mbi besnikërinë, respektin dhe përkrahjen e ndërsjellë. Atëre, në pajtim me dhëndrin, nusja ka vendosur për me shtu mbiemrin e dhëndrit pas mbiemrit të saj. Të nuse? Po, urime. Po edhe një gjë interesante pas ka bërë dreni, që ka vendos mbiemrin e nusës me marë, a është e saktë që? Jo, alo s'në në Kosovë, dren me marë mbiemrin e vetë, dren ukaj, atëre tani me përmbushjen e të gjitha kërkesave ligjore, dhe në pranim të dëshmitarëve të anës e të benit, shpall që dren ukaj dhe Dea Dyla ukaj tani janë të martuar ligjërisht. Urime të trashëgofshi e të lumtur me shumë trashëgimtar. I keni unazat? E tash mundet me dhënë unazat në tjetër. Urime familjeve, urime të gjithë miqve, u trashëgoj paqen të gjatë të lumtur. E tani jeni të gjithë të ftuar që të bashkohemi në urime më të ngrohta çiftit. Faleminderit, urime çiftit bukur.